محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falënderimet I takojnë Allahut xhalla shanu. Vetëm Allahun e falenderojmë, vetëm Allahut I mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, padyshim se njeriu në jetën e kësaj bote është I afatizuar, e ka një kohë të caktuar që do të qëndroj këtu e pastaj pas këtij stacioni që pushon pak njeriu të, e që nuk është krejt me pushime, po ka edhe vujtje, ka edhe sprova, ka edhe fatkeqësi të ndryshme, pastaj duhet me kalu tek Allahu te bareke ve taala në një stacion të radhës, që nuk është ai I fundit, mirë po është çka një pushim që është në mes së jetës së dunjas edhe jetës së amshuar, jetës së ahiretit, dhe quhet jeta e berzakhut. Berzakh do me thonë një pengesë apo një perde në mes të dunjas edhe të ahiretit. Dhe po e zonë që tash vjen meleku I vdekjes, edhe na thot me u përgatit pas namazit xumos se kime shku tash në çka në shtëpinë tjetër, në stacionin tjetër të rrugës tonë, me pushu pak atje në berzakh në varr. Cilat janë gjurmët që po I lëm pas vetes? Çka ke lën pas vetes? A ke lën ai punë të madhe? A ke lën ai dije të madhe? A ke lën sadaka shumë? A ke lën dikon që e ke gëzue? A ke lën që dikujt ja ke përmirësuar jetën apo mirëqenien këtë botë? A ke lën dikon që je për kujdes për të? A ke lën dikon prej familjarëve, kojshive, xhamatlive që kanë me boda për ty? A ke lën dikon që kanë me fol fjalë të mira apo të kundërtën e kësaj? Andaj secili prej nesh e kemi për obligim me lën gjurmë të mira. Nëse nuk mund shumë të mira me lën të paktën të këqija mos lë. Sepse çysh ka thonë njëri prej dietarëve Islam Ibnul Qayyimi, njerëzit janë dy kategori. Njerëzit janë dy kategori, dy grupe. Njerëzit e parë janë ata që kur lindin gëzohen familja e kojshia e miqtë e dashamirët. Edhe kur vdesin, mërziten familja, mërziten kojshit, miqtë edhe dashamirët edhe xhamati. Këta janë njerëzit e mirë. Dhe grupi I dytë I njerëzve janë ata që kur lindin gëzohen krejt për ta, familja, kojshit e farefisi, edhe kur vdesin gëzohen krejt për ta. Gëzohet familja, thot shoqër që shkoj gjyshi se që të ne ka paspru shpirtin. Ose dikush runa zot gëzohet edhe për prindin e vet, thot lemër se u rahatu, se vallahi ma babi I shtire, ma babi I ron, e ma babi pa përshtatshëm s'ka pas. Për babën e vet, ha. E gëzohen kojshia që u dek kojshia.
e gëzohen miqtë e dashamirët edhe xhamati të e qua atje në Arbri, në Varreza të kesh. Alhamdulillah, shkaj edhe kënë gjiti. Këta janë njerëzit jetë mirë. Me u gëzu xhamati, e me u gëzu familja, e me u gëzu këjshia, që po rahatohen për i teje, është shenjë që ke lanë gjumë të këqia. Ke lanë gjumë të këqia. Andaj pra, me u mundu të ndëruar vëllezër, me i qunë ven urdhnat e Zotit. Me ndjek rrugën e Kur'anit edhe të Sunetit. Me qartësu, me pas qartë halalin edhe haramin. Të vërtetën edhe të kotën, nuk shkojnë bashkë errësira dhe drita. Ka ndryshime, ka dallime. Andaj, nëse dënë me ta mundësu Allahu me kuptue halalin edhe haramin, me ta mundësu Allahu me kuptue të vërtetën edhe të kotën, ki e frikë Allahun. Qysh ka thonë Allahu në surën Al-Anfal, ja ejuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. O besimtar, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun. Kjo frika ndaj Allahut vëllazër nuk ka me të largue, kjo frika që të afron tek Zoti. Qysh me ju friksu Allahut, duke i krye urdhnat e tij, duke u largue prej kujt ndalesave të tij. Duke ndjek Kur'anin, duke ndjek Sunetin, e ke frikë Allahun, edhe e fiton kënd, e fiton edhe xhenetin. E Allah po thot, nëse ju pra keni frikë, ashtu qysh duhet prej Allahut, Allahu do t'ju jep mundësin, aftësin me gjykue drejt, edhe qka me kuptue të vërtetën, edhe me kuptue të kotën. Pra nëse ti a ki frikën Allahut qysh duhet, edhe nuk i bën ato që Allah i ka ndalu, Allah ta mundësën me pa të mirën edhe të keqen, ta mundësën me kuptu halalin edhe haramin, e jo me të pështil senet si kur shumë kujtë edhe s'pedi valla shka është, a leju me ndalume. Qarta e në gjanat, el halalu bejjinun, wal haramu bejjinun, halali është i qartë, edhe harami është i qartë. Kush e ka thonë këto? Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E nëse e kemë frikën Allahut, Allahu ne mundësën edhe ne jep aftësin me kuptue të vërtetën, edhe të kotën dhe ne jep mundësin shka me pasu të vërtetën dhe me u larguen nga e kota. Tjetra, Allahu po thot, wa ju keffir ankum sejjiatikum, Allahu ju qliran, se jeni ngarku prej gjënaheve, jeni ngarku me gjënahe, jeni lodh prej gjënaheve, e Allahu po thot shka ju qlirej, ju liraj prej gjënaheve. Kishme honë dikush pëse atrona e më, po vallahin, po kajtë to që i kemi këto plëgështie, këto lodhje, pa gjumësie, kajtë që to gjana, qëto probleme, ka e kanë burimin, burimin e kanë nga gjënahet, burimin e kanë nga gjënahet. Për ata e kuptoj sidomos rinin, shtire kanë, se ku dilsh në këtë të rënd janë të rëthume me harame. I kuptoj, amo që ta kanë me pas vlerë të madhe, kanë me pas peshë të madhe kur dalin para Zotit, që ta të rritë edhe të rejat nëse në rujt prej harameve. Nëse në rujt prej harameve. E me pas frikë Allahum, Allah pra ta mundësën me kuptu të vërtetën, edhe me pasu atë, me kuptu të kotën, me u largu për i saj, edhe Allah që ka të shliran, të liran nga gjënahet, edhe në fund që ka, o ja gëfir lekum, Allah po thët, edhe ja u fali juve krejtë. Ato që i keni bo ja u mshefi, nuk ja u publikaj, ja u fali, kur njeriu e ka frikë Zotit, kur njeriu me të vërtet ja ka dhonë besën Zotit, se ma e ka mbyll atë rrugën e të këqijave dhe rrugën e keqbërjes. Andaj, të ndërua vëllezër, është koha që të mendojmë pak, çfarë gjurmë shpëlam pas vdekjes. Çfarë gjurmë shpëlam pas vdekjes. Kjo është shumë e rëndësishme. Se vallahi ma vdekje e ranë, e ma vdekje vështirë, e ma vdekje me faqet zezë, nuk ka se sa me vdek besimtari që i thet veti musliman, e njerëzit mu gëzue edhe mos me pas kush, as me thonë Allahu boft rahmet për këtë vdekun, Allahu e mshirof këtë vdekun. Edhe jënë të hje këto për fjallorit, edhe pse është fjallor kjo. A keni patash? A u mërzit për këtë vdekun?
Normal, tash, do të me thonë në mërzit, ai për krejt po mërzitni, po për disa po. Ngushëllime, ju shnash, falënderit që qikaq. E qka është kjo? Kjo është kur valdoje heq. Pse? Se të ngordh një macë, të vdes një macë, ta mytë kjerri, ata këshin mytë macën apo? Ngushëllime, mos mërzit, ju shnash. E qysh edhe baba me dek, edhe nona, edhe maca njëjtë kejta? Vinë tjertë aty, 10-15, me i pa kështu, për mashallah, po krejt do me thonë të varfën mrena, a pas ka vdek baba, po. O preht në pache. Disa për thujnë u preht, e disa u preft. Po që ato dikon e kanë në pache. Në cilën pache? Që ka që u preht në pache, falënderit. Vinë të tjertë, a ka ndru jetë filani? Po. I qoft i let dhevi Kosovës. Allah, ka gjajran është dhevi Kosovës. Pasha Zotin, me vetë ato, mas do dite kur kalbën të rasat i bjen për mirë, shumë është i ranë. A mo është i letë për kanë? Për ata që e kanë dërtu mirë atë palatin në varë atë mrena, sepse ai varë që ne e shohim, ai ka do me thanje, ai varë i thjesht që s'na bën për shtypje shumë, ai është dy llojesh, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për besimtarin musliman. Për besimtarin musliman, ai varri i thjesht është rawdatun min riyadil janna, është kopsht prej kopshteve të xhenetit. E për ato që u tallë ka bëj gare, pse çka ka masanena mas dekës. E për ato që kishe po vdese pela amanet, të do amanetet budallëve, pela amanet pa hoxhe, pa xhamate ku ta dione. Po i ty bënim të mërzit, bile u mirë, krejt me dalë që ashtu me kallëzu edhe mos t'i flishëm dur tas me i las hiq, kishe po bëj diçka. Në emën të kujt, të patriotizmit, në emën të shqiptarizmit, në emën të asajna. E na çka jena na? Na këtu çka jena që po shkojmë me hoxhe, po vdesëm edhe po na varros, po na lanë. Nëse me la do të me la familja, jo hoxha, po për me varros edhe ja fal namazin e xhenazës, ja fal hoxha. E për ata që se kanë besu jetën në varë, ka thonë pejgamberi s.a.s. Varri është hufretun min huferin Iran, është grop prej gropave të zjarit, Zotin arrujt. Varri për dikën është grop prej gropave të zjarit. Andaj shikaje pra, shikaje atë vendi ku kime u arros, se këta që po kanë pare, po shkojnë për i blejnë afer rrugës aty, afer asfaltit, për i ngjesin të farë si gjilindera, për regullojnë aty do lule, o pasha Zotin nuk ndihmon kur gjo, ndashqit e shtu para gjamis, ndashqit e në shesh, ndashqit e që atje në mal dikon, nuk ndihmon pamja jashme, e brendshmja është me rëndësi. Ajo që ka brenda varit. E ta shtin nëse ke lanë gjurëm, edhe e din, se ti ki me taku Zotin, edhe i ki do punë në shefta, që nuk i din kërkush. Edhe veç Zoti, edhe ti din, i lumit i për vetë. Edhe një vlazën që këtu në kërë qytet, po ka rastet ralla, po vdes njëri, e kur po vdes njëri, po vjen data i pari, i dyti, i treti, po shkojnë do gra me thmi, do të smut, do plesht, e dera e shpi, zërëzile. Qka u bo? Valla u boj treti, u boj katërti, pesti, s'ne i ka qitë pare ti, që kush mëre? Baba jo, ja baba ka vdek. Apo Allah e më shiroft. Kush e një jo? Na jena që kanë një mahal që shtu, pa i ne ka qitë qdo mu i ka 100 euro, mu mi ka onë për ilache, mu për studime, mu për këta. Kish rastet e në 30 ndima mujore që i ka dhonë njëri, e se ka dit as gruja, as djemt, as vajzat, as nipat, as mesit. Edhe tha, njoni për e ty një djemve, tha, ka ishin si kur fëmija për babën tonë. Ku në qafna pas ka marë, Allah e më shiroft. Jo, Allah e thash. Njani për i tyne, se ka shumë nështë të kështu, ka i thash, sa të jemi gjallë dhe na këna me vashtu. Se ata dikur dalin në selamet. Dikur ata shpëtojnë, nuk janë gjithë të smut, nuk janë gjithë të varfën, nuk janë gjithë jetima, rritën ata nesër apo pas nesër. Dikush tjetër ka bo një projekt tjetër të hajrit, ja u ka pagu njerëzë shkollimin, dikush tjetër ja u ka pagu qiran, dikush tjetër ja u ka pagu shërimin, dikush tjetër rrugën, dikush tjetër ato, dikush tjetër këta. Wallahi, në qitojën gjurëm që do të me i lakmue, sepse shpërblimet kanë me ardhë edhe pas vdekjes. Andaj, keni kujdes, të ndaruar vëllezër, nëse s'moni shumë mirë me bo, të
pakten me pas kujdes, mos me bo keq, mos me lëndu njerëzit, mos me lëshu fjalë që të helmojnë. Qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala tatakallem bi kalamin ta'tadhiru minhu. Mos fal fjalë që për ato fjalë ki me kërku falje. Për ato fjalë do të m'ja lyp njerëzve halalin, do të m'ju kërku falje se i ke lëndue. Mos fal as i fjalësh, se nashta mas zhumos në nxem vdekje. E na mesi që ato fjalë mrapa, runa Zot. Allahu na ndihmoft, Allahu na uzoft dhe me përfundue këtë rrugtim të shkurt me faqe të bardhë që shtet populli. Allahu na mundsoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pastaj të nderuar vëllezër, nëse deri sot në këtë ditë të bekuar, në ditën e xumos nuk kemi lënë ndonjë gjurmë të mirë, e kena rastin mundësin sot me organizu secili, jo me xhamat, po vetë me organizu ose me familjen e vet, me fillu një projekt hajrit, një projekt që rrjedh, një projekt që fiton. Se vallahin, sa dush t'i blej toka, se do i kanë blej vllazën ka 50 hektarë, e do ka 100 hektarë, o keni me hangër dhe sa doni. Po a ke blej naj hektarë, jo më naj hektarë, a ke blej naj ari për botën tjetër. A i tjetëri shpia, këj tjetëri banesa, ju ka shtu dashunia ndaj dynjas. Më falni, sidomos dvjetër ju shtohet dashunia për dynjashëm. Dvjetrit, edhe pse plaken, lakmia nuk ju plaket. Mja kështu një plaku 80 vjetë lakmin e ka sikur një 15 vjetë, si një adoleshent lakmon shumë. Po që po lodhësh, po pju lodhë, diçka nipave mesa, po t'ja zotia, lejmër e shpirtit tënë mërë vetës tonë. U mëtën disa pleshtë nga, në për ara, e në për placa, e në për dyqane, e në për shpia, e në për banesa. A kime i marë me veti aqë? Jo, la s'ka me i marë, po merë diçka me veti, merë diçka me veti, e qa me bo? Po ta shte ke kalu 60, ti tash merë vesh me atë kanë, me atë stacionin tjetër ku ki me shku që përmena në fillim të hydbes. Merë vesh me jetën e varit, tash ka ke përkatit aty. Se prej 60 do me thonë përkatitu se ke hi në atë zonën që aty shumica njerëz shkojnë, 60-70 është. Të na, kur t'i bët 60, e del në penzi 65, që atër i shtohet dashnia halale ma shumë për punët e dynjas, o për punët e ahiretit. Mas 40 njëri mo nuk shkën nalt, shkën të poshtë, prej ku linë, dej moshën 40 vjeçare veç të forcua, prej 40 ta shti të shku të poshtë. A mu kur vjen të 60 që do të me majtë kamën veç në frese të rëshet të poshtë, e thënë kryt në ikon, qysh për thejnë do vene jo të mira. Se ka fjallën komunikacion, po për thejnë në venet jo të jeshme. Anda qka do të me bo? Ta është i mas 60, kalzojë familjarëve, one ta është jem të ulltuë tjetër ka për shkaj. Ka për shkaj atje ku për presin, baba e nana, gjyshja. Ta është im lejoni mu të merë në anë me punë të mira. Të në ditën poshtë e nëllë gjami nuk e shë burin plak 70 vjetë. Qa po bënë? Pa i valla i kam blet do tokë që ka në botë tëftë, se kam blet do tokë që atje dikun, e kam botë shpia që ka e do banesë, osë nalen ato. Kë nuk është e mirë, pleshtimet të shtu dashnia për dynjan nuk është e mirë. Sepse lakmia nuk po plak e kur, qefi nuk po plak e kur. Andaj dije se krejt këto lakmia e qefi përfundojnë një ditë. Po mirë është me përfundu sa ma heret, edhe ti me lakmu kënë. Me lakmu atë palatin tënë atje që kjenë vërë, atë kopshtin për i kopshtë të gjenetit. E jo këtu. Me lakmu kanë atë shtëpin tënë që kjenë në gjenet, Allah në mundësof neve dhe juve me i pas atje ato palatet e gjenetit. Allah në ndihmoft, Allah në ullzoft, me lonë gjunë të mira pas dekjes, Allah në letësoft edhe në mundësoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.